O ju robër të Allahu subhane, deri sa një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i ulur me shokët e tij, ju tha atyre: "Fa ka'anni ara rajulun yughmasu fi anhari al-janna", thot po më duket se sikur jem duke e pa një njeri i cili po zhytet dhe po noton në lumejt e xhennetit të Allahut subhane. Sahabët radiallahu ta'ala anhum u çuditën se kush mund të jetë ai njeri që noton në lumejt e xhennetit të Allahu te bareke ve ta'ala. Po ëndra të gjithëve ne, o ju vëllezërit e mi, është që ta fitojmë xhennetin e Allahu xhalla wa ala, atje ku do të takohemi me të dashurit dhe miqtë tanë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabëve radiallahu ta'ala anhum: është ai njeri i cili e pa një pengesë në rrugën e besimtarëve dhe e largoi atë. La ilaha illallah. Një njeri i cili e sheh një gur në rrugë dhe e largon atë për hatë të fytyrës së Allahut. Për këtë njeri, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se jem duke e pa se si noton në xhennetet e Allahut azza wa jall. Një njeri i cili e sheh një dru në rrugë të besimtarëve dhe e largon pengesën. Për këtë njeri, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se do të jetë në xhennetet e Allahut xhalla wala. Allahu akbar. Andaj ju robër të Allahut, nga ky hadith dhe shumë për thënieve profetike, të cilat do t'i përmendim me lejen e Allahu xhallahu ala, po na bëhet me dije një realitet. E ajo është mos e nënçmo dhe mos e përbuz asnjë vepër për veprave që e kënaqin Allahun xhalla xhelalu, nga sa asnjëri prej nesh nuk e di, o ju vëllezërit e mi, se kur do ta fitojmë kënaqësinë e Allahu xhalla xhelalu. Një vepër e thjesht, një vepër të cilën, o ju vëllezërit e mi, shpesh ne edhe nënvlerësojmë atë, megjithatë aq peshë të madhe paska tek Allahu xhallahu ala, sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot se ai njeri po noton në lumen të xhenetit të Allahut te bareke ve teala.